Ishte Kiara për jo Luize. Festa pas finales Big Brother VIP Albania dhe fitore spektakolare të Gjestit ngriti shumë pikpyetje në raportet mes ish pjesëmarrësve dhe produksionit, apo mbi vetë faktin se si edicioni si vjet është konsideruar nga fituesi i edicionit të dytë Luize Elli. Në festën për nder të fitores së Gjestit ishte pjesëmarrëse Kiara Tito, mirë po jo këngëtari shkodran që u shndrua në senzacion përgjatë këtij reality show para 2 vitësh. Pikpyetjet mbi opinionin e Luizit shtohen edhe më shumë për faktin se ai nuk ka bërë asnjë reagim mbi lojën e Gjestit apo dinamikat e shkaktuara e të cilat nuk ishin të pakta. Madje Luizi nuk reagoi askur në rrjet u shfaqen deklarata të tij të vjetra, të cilat prezantuheshin rrajshëm si aktuale dhe si mendime të tij për veprimet e Gjestit. Edhe më interesant është fakti që në këtë festë pati edhe ish banor të edicioneve tjera, përfshirë fituesen e edicionit paraprak Ekla Ceno. Por si qëndron raporti i Luizit në këtë mes? A ka të bëjë me faktin se Gjesti kësaj radhe kapi një audiencë të gjerë, apo është strategji e tij të mos ia vëmendje këngëtarit Pejan? Ndoshta këtë nuk do ta mësojmë kurrë.